Ka mjaftuar një zëng mes dy gjimnazisteve që njëra prej tyre të vendosë të hidhet në kati dytë i tualetit të shkollës. Ngjarja ka ndodhur mëngjesin e sotëm në gjimnazin Petronini Luarasi në kryeqytet, ku KH në vitin e dytë e prekur në sedër nga shoqja e saj e cila nuk po e falte për një zëng banale, dërmori këtë akt. Në fakt, dy vajzat që më parë ishin shoqe, por në klasa të ndryshme, kishin nisur zënër një ditë më parë, ku drejtoresha pasi u njoftua, u mundua t'i pajtonte ndërsa njoftoi dhe prindrit respektiv. Sot ishte dita ku prindrit me vajzat do të konsultoheshin në drejtori, por 17 vjeçare e mori vendimin personal para mbledhjes. Në orën 8 të mëngjesit vjen mami me gjithë Klean, por s'kishte ardhur mami e Enit. Dhe i them mamit Kleas, prisni për jashtë sa të vi dhe mami tjetër të mbledhim komisionin që të bëhet pajtimi mes edhe prindrit prezent. Në kohën që unë kam qenë brenda drejtori me nën drejtoreshat, që po bënim mbledhjen e mëngjesit, dëgjuam lajmin që ajo kishte thënë mamit të vete pak në banjë, dhe kjo aty pastaj ishte hedhur nga dritarja. Vajza Sara direkt ishte në gjendje të fliste dhe më falo drejtoresh, nuk desha ta bëja këtë. Asu se shok kemi pësuar të gjithë. Tani është shumë mirë, shqyr Zotit, është shumë mirë me shëndet, flet, ka folur dhe me shoqet në telefon, janë në klasa të ndryshme. Kanë qenë senatore dhe shoqërinë e kanë filluar që vjetë. Janë thënë se shumë të mira. Drejtoresha e shokuar nga kjo ngjarje, e cila ndodh për herë të parë në këtë institucion, deklaroi se nuk priste që kjo të ndodhte, edhe pse pas disa orësh ajo ende nuk e besonte që vajza ndërmori këtë akt. Drejtoresha Teuta Braçaj uroi që vajza të shërohet sa më shpejt dhe të kthehet jetës shkollore në gjendjen më të mirë.